ka urdhëruar edhe ndjekësit e tij që t'i veprojnë këto veprime, pra t'i kryejnë këto vepra. Profeti alayhis salam para se të nisësh në xhami, merrte gusl. Pra, bënte larjen e trupit komplet. Është prej suneteve të Profetit alayhis salam. Është prej suneteve të fortë të Profetit alayhis salam. Hambe diçka. Është prej suneteve të Profetit alayhis salam. Që nuk kupton edhe mbarimin e hipur, pra, në devim, në diçka tjetër. Për kapë, që përdoret në tjetër, për transport. Për të përshëndetur sa më tepër ditën e Kurban Bayramit, ai të takonte sa më tepër njerëz. Edhe të festonte Bayramin pra me familjen e tij. Edhe në traditën tonë, pra në traditën e shqiptarëve, kështu ka pas qenë brez pas brezi, edhe kështu është, edhe kështu do të jetë inshallah. Muslimanët e urojnë një tjetrin, e vizitojnë për shtëpitë e tyre dhe i urojnë gëzuar festën e Bayramit. Allahu Ekber. 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 Allahu liman hamidah. الله إنك هو الأبتر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ النبي هاشم الكريم. Falënderimet të takojnë Allahut, mëshiruesit mëshirësit, krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe bekimet të bukura me të qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, dhe me të gjithë ata besimtarë dhe besimtarë që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në gjykimin. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Si fillim, ju urojmë një agjërim të pranuar, ju urojmë dua të pranuara. Sot për besimtarin është fest. Sot për besimtarin është fundi i një sakrifice. Kur të gjithë të tjerët ishin duke ngrënë, duke thirrë, besimtari tregoi dashurinë që ka për të madhin Allah. Sepse tregoi që jeta e një personi nuk është vetëm për të ngrënë, nuk është vetëm për të pirë. Sa njerëz na thanë që çfarë është kjo që bëri juve? Si mund të qëndrojë një person pa ngrënë, pa pirë? Ama besimtari me dashurinë që ka për Allahun tregoi që mund të qëndrojë pa ngrënë dhe pa pirë. Dhe të gjitha këto veprime besimtari i bëri për hak të madh Zot. Për çfarë i bëri? Që sot ai agjërim që e ka bërë, që ka agjëruar, të jetë i pranuar tek ai. Të gjitha ato lutje, ato dua që ka bërë gjatë Ramazanit, të jenë të pranuara tek ai. Të gjitha ato namaze natën, të gjitha ato syfyre që rrihesh natën, qofshin të pranuara tek i madhi Allah. Bajrami për besimtarin në vërtetë është bajram.
Ama Bajrami I vërtet, festa e vërtet e besimtarit është ajo festë që ne duam dhe dëshirojmë për në botën e përtime. Festë është ajo festë kur Allah I madhëruar neve të na japin librin nga dora e djathtë. Kur Allah I madhëruar neve të thojë që punët e mira o besimtari im, o robi im, o I dashur im, përshojnë më shumë. Festë për besimtarin është ajo festë që kur të shkojnë në botën e përtime, ti tregohet dera e xhenetit. Profeti alayhiselam Ramazanin e tregon si një mësues. Neve Ramazanin na mësoi disa veçori, na mësoi disa urtësi. Dhe shpresojmë që të gjitha ato urtësi që ne kemi pas dhe kemi parë të Ramazanit të vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Ai mundimi, ajo sakrifica, ajo dashuria, ai mundi për besimtarin nuk ka mbaruar, por vazhdon akoma. Profeti sallallahu alaihi wasallam I pyet shokët e tij dhe I thotë: "A doni t'ju tregoj një punë, një vepër që ëngjëjt në botën e përtime tu duar të kasin, t'ju lavdërojnë." Profetët të xhelozohen, jo te pjesa e smirës, por një xhelozi që si arritën këtë grad. Dëshmorët të xhelozohen ndaj jush. Po flasim për dy gradat më të rëndësishme në botën e përtime. Profetët dhe dëshmorët në fen islame. Të dy gradat më të larta direkt pas, si themi, grada e parë e botës përtime. Profeti thotë: "A doni t'ju them një punë, dy punë që të xhelozohen këto dy grada të ju?" Sahabët I thonë: "O Allah, çfarë lloj njeriu mund ta ketë këtë gradë?" Sepse po flasim që profetët xhelozohen për këtë njeriu. Po flasim që dëshmorët, që është një nga gjërat më të rëndësishme në fen islame, të vdesësh në luftë për të mbrojtur fen islame. Dhe thotë: "Si ka mundësi që këta persona xhelozohen ndaj tyre?" Profeti thotë: "Kanë dy veçori këta njerëz. E para, e duan njëri tjetrin për hak të madhit Zot, që është një nga gjërat më të thjeshta, ama më e vështirë për zemrën. Ta duash dikë jo për interese të kësaj bote. Siç agjiruan për hak të madhit Zot, agjiruan për Allahun. U zgjuan në mëngjes e bën ato syfyrin me pak gjë, ama u pritet për Allahun. Ato iftarin nuk e pritëm që kalon të koha, gjysmë ore apo një orë vonesë, ama e çelën në kohë. Për çfarë e çelën? E çelën për hak të madhit Zot. Agjiruan për hak të madhit Zot. Askush neve s'do na kishte parë, po të kishim pirë ujë fsherazi. Askush s'do na kishte parë, po të kishim ngrënë fsherazi. Ama për çfarë e bëm? E bëm për hak të madhit Zot, sepse e besojmë atë, e besojmë me zemër. E thotë: "Të duani njëri tjetrin për hak të madhit Zot." Një gjë shumë e thjeshtë. E dyta, të mos keni smir dhe xhelozi në zemrat tuaja. Dy gjëra, dy veçori. Bajrami, festa që ne jemi të kaluar sot, këtë është duke simbolizuar. Ai Ramazani për ato 30 ditë, neve këtë është duke treguar që të kemi dashuri për njëri tjetrin e të mos kemi smir për njëri tjetrin. Të mos kemi xhelozi për njëri tjetrin. Janë dy veçori që në pamje të parë duken të thjeshta, por për zemrën e njeriu janë të vështira. Dhe këto veçori njeriu në farë forme, Ramazani është kuruesi më I mirë I zemrave. Neve në shumë vende, në shumë libra, e gjejmë që dietarët thonë: "Nuk ka mësues më të mirë se sa Ramazani. Nuk ka mysafir më të mirë se sa Ramazani." Sa e sa njerëz thonë: "Çfarë do bëj unë tani që për Ramazanin?" Për dikë sot është festë, për dikë thotë: "Ku do vete unë tani?" Arsyeja sepse ka parë një rezati gjatë muajit të Ramazanit. Ka parë një lumturi gjatë muajit të Ramazanit. Ka parë një thjeshtësi në zemrën e tij gjatë Ramazanit. Dhe thotë: "Unë tani e futi çfarë do të bëj? Ramazani tjetër ka dhe 11 muaj. Unë çfarë do të bëj?" Sepse gjatë Ramazanit ai personi deshi apo nuk deshi u fut në një rrugë që mori kënaqësi. Ndoshta ishte një rrugë që kishte mundim, ama përfundimi I asaj rrugës ishte kënaqësi. I lutim Allahut të na dhurojë që agjërimi ta ketë pranuar, duat ta ketë pranuar. Dhe inshallah ai rezatim që ka gjetur, që kemi gjetur gjatë muajit të Ramazanit, inshallah të vazhdojë edhe në tutje. Else kelamu ne kanë dhënë kelamullahi azza wa jalla, kama qala Allahu tebaraka wa taala fi kalam. Mukabbirullahi takbira. Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah kama amara. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. تعظيم النبي الكريم لفخام الشيخ شعب صافي فقال الله عز وجل من قبل المؤمن وأمره إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكبروا الله تكبيرا Gjumaja në orën 12. Hajde hajde Se pranon e gjatë. E ke mirë. Zova, përshëndet. Marsi, shumë. Ju më sjellni? Si kalon? Përshëndetje. Familjes. Gëzuar inshallah Zoti ju dhon shëndet, mirësi dhe sukses. Faleminderit. Anis qau. Gëzuar, faleminderit. Roland Brandon, administrator Gjalis. Jeni të nderuar, Roni. të respektuar Faleminderit. që populli po vjen po na afrohet. Fix. Njërë, që e tradita jore. Diri bashkë. Shumë faleminderit. Gjithë ata që kanë agjëruar, inshallah Zoti ju ka pranuar lutjet e agjërimit. Mara më bëre vogël, po. Normalisht ky sot është bëre vogël. Ai që bëhet kurban e të madh. Shëndet, mirësi, sukses. Ka sakuar Jural. Si të kam? Mirë, Shëndetin, mirë, jo, punët hallet, shumë mirë. Hajde, si ka motra? Si je? Mirë? Faleminderit. shumë faleminderit që erdhët.